Nuk e di pse ju jeni shumë të preokupuar gjithmonë me kompani specifike, me procese specifike, mazut, me emra të kompanive. T'ju them të drejtën, unë këto nuk i di se nuk më interesojnë në këto detaje. Çka di është që asnjëherë qeveria e lëvizjes vetëvendosje, as lëvizja vetëvendosje nuk përzihet në tender. Këtë punë e din gjithë Kosova. Edhe kjo veç pikën muj me jaqitë. Se ma herët e pyeta deputetin Shala ku po të dhem të tenderi i mazutit që e ka për të, unë e detajet, jo detajet, po hiç nuk di për tender të mazutit. A është e vërtet deputet që problemi është që është dashur me fitu Gjeominerali në Kek, aktualisht është duke u modernizuar termocentrali Kosova B, janë duke ushtuar filterat të cilët e ulin ndotjen, është duke rritur prodhimi për 40% i Kekut dhe janë duke rehabilituar komplet njësitë e termocentralit Kosova A. Si rezultat i kësaj, Kosova pritet të bëhet neto eksportuese e energjisë elektrike në vitin 2028. Është një ndër gënjeshtra më të mëdha që na është thonë ndonjëherë si popull, si qytetarët Republikës Kosovës. 300 milion euro kanë me investu, peshesim lirë veç për një stegjar se kanë me investu 300 milion. Kontrata thot saktësisht 300 milion nëse regulatori aprovon. Kjo do të thot që ato hyjnë në tarifa, kjo do të thot që këto i paguajmë ne. Keni fillu me EFT-n, kur u pa që EFT-ja as nuk ka ardhur në kohën tonë, as nuk ka importuar në kohën tonë, as nuk është licencuar në kohën tonë, prej 2008-s është në Kosovë, në kohën kur ju keni qeverisë me Kekun, është importuar 99% e energjisë elektrike prej EFT-s, pastaj fillut me thonë NOA. Thatë NOA në keni sjell ju, pastaj dul që NOA ka fitu tendera në Kek and Kos prej vitit 2018. Pastaj u qetësu kjo temë një kohë, edhe doli që u qetësu kjo temë në kohën kur tenderin e kish fitu në Zenkesko, kompani tjetër që quhet ETMT. Tashti, ETMT-ja po thonë që kishte lidhje më është të vërtet me një deputet të këtij kuvendi, mirë po ky deputet ishte nga radhët tjera, jo nga radhët tona. Qysh nuk ju vjen turp me fol për energjinë në komunat veriore? Për 24 vite i kemi pagu atje. 350 milion euro për komunat veriore i kemi pagu. E përmend një rritjen e çmimit gjatë mandatit tonë që ka qenë ndërkombëtar, edhe që ka qenë rritje e konsumit atje prej drogës e prej kriptovalutave të njerëzve të listës serbe, për cilët do për juve keni thonë që se keni problem. Mas 24 viteve paguhet energjia elektrike në veri, edhe ju keni ftyrë me dal edhe me thonë që problem është që po paguhet pak ma pak atje. Kjo çështje do të hetohet dhe duhet të hetohet. Praktikat të gjithat duhet të hetohen nga zyra regulatorit për energji. Mirë po të dalësh e të sulmosh në një pikë më të dobtën, më të errëtën të këtij shteti, që është veriu edhe pagesa e energjisë elektrike atje, është me të vërtet shumë gabim i madh për ju mas pari.